tashmë do të lidhemi me kolegun ton Enver Gashi, ambasada e Italisë në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës në Tiranë, ka organizuar në Kino Armat ciklin Italian Screens, një përzgjedhje filmash të rinj italian që sjellin histori bashkëkohore me përvoja të ndryshme historike. Për këtë arsye, kolegu jonë Enver Gashi do të zhvillojë intervistë me ambasadorin e Italisë në Kosovë, zotin Maurizio Antonini, i cili është ambasador në vendin tonë. Enver, përshëndetje për ty personalisht edhe për ambasadorin. Faleminderit Edi, përshëndetje ty personalisht edhe gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit të Kosovës. Siç e përmendë, do jetë një trinec me një cikël të filmave italian, kur janë të përzgjedhura dhe vërtet një event i organizuar mirë nga ana e ambasadës së Italisë, një event kulturor tradicional tani më, sepse për çdo vit neve na sjellin ambasada ngjarje të ndryshme kulturore, posaçërisht java e filmit apo siç quhen edhe një cikël ditor të disa ditor të filmave me gjuhën italiane dhe kulturën italiane. Dhe përmendet që do zhvillojmë një intervistë me ambasadorin, shkëlqësinë e tij, Maurizio Antonini, i cili do ta bëjmë intervistën në anglisht dhe do e përkthej në mënyrë të drejtë për drejtë ato, kështu që të kemi pak edhe durim. Mr. Ambassador, welcome to the afternoon show first of all. Thank you. Thank you very much. I will do the interview in English and I will translate it, so no worries. Tonight, after a couple of minutes, we'll start really, let's say, traditionally cultural issue with organized by Italian embassy. For what is about? Well, this is the Italian cinema festival, contemporary cinema, in the sense that what we're aiming at is to showcase the best of Italian contemporary cinema. You know, Italian cinema is traditionally very popular all over the world because of famous directors such as Fellini, Antonioni, and so on. But even now there's some very strong directors, and the three movies that we are showcasing starting from tonight at Kino Armata are excellent examples of very important Italian movies. Pra pyeta se për çfarë bëhet fjala, për sonte që do shfaqet prej orës 7, ambasadori tregoi që është një cikël i filmave kontemporanane që është përzgjedhur prej filmave më të mirë të Italisë që do shfaqen këto, sepse edhe kinematografia italiane është vërtet e njohur, të filluar prej regjisorëve të ndryshëm, por kohëve të fundit kemi vërtet regjisorë vërtet fantastik, të cilët po zhvillojnë filmat dhe po zhvillojnë kinematografinë vërtet në hapa të mirë. Let's go. There will be three movies. Tonight we will start. And did you watch it? Do you know them? What kind of movies are? Neither. I read the reviews, but I haven't watched any of them. So I'm really curious to see them because I was told that all of them are really brilliant movies, and they're very different one from the other. And what is important also for the people that are attending your program is that attendance is free. So if you want to come, the first screen is going to be tonight at Kino Armata at 7 o'clock. A film by Paolo Sorrentino, The Grace, La Grazia. You know, Paolo Sorrentino is a Oscar Prize winner back in 2014 for La Grande Bellezza. But there's going to be free movies tomorrow and day after tomorrow Kino Armata, always at 7 p.m. So if you feel like watching a great contemporary Italian movie, feel free to come. E pyeta për sonte se po fillon për orës 7, për cilin film po bëhet fjalë dhe ai ka shikuar, tregoj që i ka lexuar domethënë kritikët e cilët kanë shkruar mbi këtë filmin dhe vërtet janë vlerësues të mirë për filmin, pra është vlerësuar vërtet mirë. Po ashtu bën ftesë të gjithë atyre dashamirësve të filmit italian që vinë, sepse për 3 ditë radhazi duke filluar prej sonte do të paraqiten filmat domethënë prej orës 7 këtu në Kino Armat dhe mbi gjitha hyrja është falas. Pra gjithë ata të cilët kanë një interes të shikojnë filmat italian mund zhvillojnë edhe mund vinë këtu tek Kino Armata për ta shikuar këtë film. Mr. Ambassador, what does it mean for Kosovo
to have such a cultural organization and festivals or such a cultural things here? Well, we've been promoting Italian movies throughout these past years. We always had Italian cinema festivals, but we also supporting cultural institutions and programs in Kosovo, in different sectors, for instance, music, theater, art, graffiti. We're trying to support, and not just in Pristina, but also in other cities. For instance, we are cooperating with the Autostrada Biennale Prizren, also with the Jazz Festival in Mitrovica, in Jazz Festival in Peja, also the Guitar Festival in Mitrovica. So we are trying to really be present all over Kosovo with our cultural initiatives. E pyeta se çfarë domethënie ka një natë kulturore e tilla për qytetarët e Kosovës. Ambasadori tregoi se mbështetja e ambasadës italiane është vërtet shumë e madhe në aspektin e kulturës, jo vetëm për kulturën italiane që nëpërmjet festivaleve të tilla siç është edhe sonte cikli filmave italian, por edhe në mbështetje të festivalet të Kosovës të cilët zhvillohen këto, duke filluar nga ato që zhvillohen në Mitrovic, që zhvillohen në Prizren, që zhvillohet pra anë të vendit, sepse tregon që është një mbështetje kulturës, sepse kultura gjithmonë vlen të mbështetet. Mr. Ambassador, during those years, also the Kosovo had made really good movies. Is there any chance that all these kind of movies to be presented in Italy, for example, in any kind of cities to present all cultural, all directors or cinematists? How is it possible? Is there? Well, can be. As far as I'm aware, there's been contacts throughout these past years with the movie festivals in Italy, and I'm really hopeful that we'll be able to strengthen ties between Italian and Kosovo cinema, because I know I've been speaking to the Dean of the Faculty of Arts of the University of Pristina. I know there's a lot of young students that are willing to, develop their career in the dramaturgy and in filmmaking. And we want to support them. We are already working on that. I'm sure that there's room for strengthening our ties in the filmmaking sector. E pyeta se duke marrë parasysh që edhe Kosovë viteve të fundit janë zhvilluar dhe janë prodhuar vërtet filma të mirë. E pyeta se cila është mundësia që këto filma të paraqiten në qytete të ndryshme të Italisë, dhe ambasadori po tregon që këto vetëm kanë filluar të marrëveshje të kenë ose bashkëpunime të tilla kulturore, dhe në një rast që është takuar edhe me dekanin e Fakultetit të Arteve që të shohen mbi bashkëpunimet e mundshme dhe të lidhin këto ura të bashkëpunimit kulturor mbi kulturën tonë të prezentohet edhe në Itali. Mr. Ambassador, the last question, because I see the guests are coming. It's more privately. How did you find Kosovo? Do you like here? Because there not a long period that you became the ambassador. I've been here for little less than 1 year, and I love the place, I love the people, and it's always a pleasure to promote events and initiatives to the benefit of the Kosovo Republic. Thank you very much, Ambassador. The doors of RTK are always open for you, for cultural events, so just send an email and we will be there. Thank you very much for this interview. Thank you so much. Thank you. Pra e pyeta edhe ambasadorin për jetën e tij personale këtu, se si ka takuar Kosovën, sepse ka më pak se sa një vit që është i mbruar. Thotë që për pëlqen Kosova, për pëlqen popullata, për pëlqen njerëzit të cilët janë këtu, janë zhvillohen, dhe shpreson që deri në fund të mandatit të tij na vërtet të mos zhgënjet dhe gjithçka të jetë në rregull.
Kjo ishte gjithase përket kësaj lidhjes, këtu nga Kinearmata, me qenë se ambasadori duhet t'i pret edhe musafirët të cilët kanë ardhur dhe pas pak minuta dhe fillon edhe ky cikël i filmave. Prandaj të gjithë ju të interesuarit mund të vini nesër, pas nesër, për orës 7 mbrëmje pra në Kinearmatë në qendrën e Prishtinës dhe të shijoni filmat e kulturës italiane. Lina për ju studio.